Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz deklaroi se regjimi në Iran është në ditët dhe javët e fundit, teksa i gjithë vendi është përfshirë nga protestat antiqeveritare, të nxitura nga gjendja e rëndë ekonomike dhe shtypja e të drejtave të njerëzit. Deklarata e numrit 1 të qeverisë gjermane erdhi gjatë një vizite që ai po zhvillon në Indi. Ai përsëriti thirrje që autoritetet iraniane të ndalojnë dhunën kundër demonstruesve duke thënë: "Nëse një regjim mund ta mbajë veten në pushtet vetëm me forcë, atëherë ai në fakt është drejt fundit. Unë besoj se tani po shohim ditët dhe javët e fundit të këtij regjimi, sidoqoftë ai nuk ka legjitimitet përmes zgjedhjeve në popullat. Popullsia tani po ngrihet kundër këtij regjimi", theksoi Merz. Protestat antiqeveritare vazhduan edhe gjatë mbrëmjes së të hënës, ndonse media shtetërore në Teheran u përpoq të binte opinionin publik se situata ishte më e qetë. Grupi të drejtave të njerëzit me selinë në SBA, Hrana, tha se deri të hënën vonë kishte verifikuar vdekjen e 646 personave, përfshirë 505 protestues, 113 personel ushtarak dhe sigurie dhe 7 kalimtar, dhe po hetonte 579 vdekje të tjera të raportuara. Që nga fillimi i protestave, 10.721 persona janë arrestuar, njoftoi ky grupim. Hrana tha se mori raportime dhe video të hënën nga Varrezat Beheshti Zahara të Teheranit, ku antar të familjeve të viktimave u mblodhën në vendet e varrimit dhe lëshuan slogane proteste. Irani, i cili nuk ka dhënë një numër zyrtar të vdekurve nga protestat, fajson për gjakderdhjen, ndërhyrjen amerikane dhe ata që i quajnë terroristë mbështetur nga Izraeli dhe SBA-ja. Media shtetërore e Iranit e ka përqendruar vëmendjen tek vdekjet mes forcave të sigurisë.